Shteti jam unë, jo ju. Kini kujdes se ju heq kapelet dhe pastaj ju jap hakun. Ju e dini kush jam unë. Ky është vetëm një nga fragmentet tronditëse të një raporti të vitit 2007 të dërguar në Ministrinë e Drejtësisë nga një grup punonjësish policie të friksuar për jetën e tyre. Fjalët i përkasin Gjergj Lucës, një biznesmeni që sot zotëron prona shtetërore dhe fabrika peshku, por që sipas dosjes e ka ndërtuar pasurinë mbi dhunë, korrupsion dhe trafik ndërkombëtar droge. Pse Spaku duhet të hetojë këtë dosje? Përgjigjja është brenda faqeve të saj. Kush e shkroi dosjen dhe pse mbeti anonim? Më 8 qershor 2007, Ministria e Drejtësisë protokolloi një letër me numër A161. Ajo vinte nga një grup punonjësish policie dhe ishte anonime. Ata kishin zgjedhur të mos firmosin me emrat e tyre sepse kishin parë nga afër se çfarë ndodh me ata që kundërshtojnë Gjergj Lucën. Dosja e tyre nuk ishte një ankesë e zakonshme, ishte një akt akuzash i detajuar me emra, data, vende dhe krime të kryera hapur në dritën e diellit, në prezencën e policisë. Ka bllokuar me banditët e tij thuajse gjithë Bregdetin. Raporti fillon me një përshkrim rrënqethës të realitetit në veri të vendit. Gjergj Luca ka një licencë të vjetër gjuetie dhe peshkimi. Ka bllokuar me banditët e tij thuajse gjithë Bregdetin dhe lagunat e Shqipërisë. Në krye të çdo laguna i mban kriminal të sprovuar që ushtrojnë dhunë dhe terror mbi njerëzit më të thjeshtë që hedhin një rrjet peshku sa për të kapur diçka për të jetuar. Denoncuesit nuk flasin për një biznesmen të zakonshëm. Ata përshkruajnë një organizat kriminale të strukturuar që kontrollon territorin me dhunë dhe frikë. Një nga pjesët më të rënda të dosjes lidhet me trafikun e drogës. Denoncuesit janë të qartë. Biznesi i peshkut është vetëm një maskë. Gjatë tregtisë së peshkut jashtë vendit, Gjergj Luca ka tregtuar sasi të mëdha droge dhe duke e tregtuar në Itali, veçanërisht në Malinezi, Kosovë, Maqedoni e Greqi, duke siguruar miliarda. Fakt ky i evidentuar edhe në raportin e Institutit Amerikan. Rrjeti i tyre nuk njihte kufi. Sipas dosjes, trafiku shtrihej nga Ballkani në Evropë dhe më gjerë. Në qendër të këtij rrjeti, dosja identifikon Pollumb Gjokën, të cilin e përshkruan si truproi dhe bashkëpunëtorin më të ngushtë të Gjergj Lucës. Banda e Pollumb Gjokës është kampione e trafikut të drogës jo vetëm në vendet e Ballkanit ku e trafikojnë bashkë me Gjergj Lucën, por edhe në Evropë më gjerë. Sipas disa bashkëpunëtorëve të tyre, ai ka tregtuar drogë deri në Afganistan, Holandë dhe në shumë vende të tjera të Azisë, Evropës e Ballkanit. Dosja zbulon edhe metodën e fshehjes së gjurmëve. Po të shikohen vizat e pasaportës së tij, kuptoi gjithçka. Megjithse sipas njeriu ton që punon me të dhe ka filluar të distancohet prej tij, Pollumbi, kur kthehet nga vendet atlantike të dyshimta, zhduk pasaportat dhe bën të reja. Verifikoni se sa ka ndërruar deri tani për të fshehur gjurmët. Rasti i grabitjes së tokës në Shëngjin, një skem që përfshiu gjykatat, kadastrën dhe policinë. Dosja nuk kufizohet vetëm në akuzat e përgjithshme. Ajo përshkruan një rast konkret që ndodhi në lagjen Sahe të Shëngjinit. Viktima ishte një fshatar tjetër me të njëjtin emër, Gjergj Luka, i cili kishte tapite vjetra dhe i kishte saktësuar kufit me vendim gjykate, por kjo nuk e ndaloi dot rrjetin. Skenari i grabitjes sipas dosjes ishte ky. Në vitin 1995, mafiozët në fjalë paguajnë një fshatar të quajtur Fatmir Cakaj, të fshatit Mali Kolaj, komunë Velipoj, i cili ishte larguar për arsye gjakmarrje. Pas verifikimit ai nuk përputhet me listën e banorëve që ka gjetur në vitin 1991 në komunën Shëngjin. Arbitrarisht i japin afro 20 dynym. Këto rregullohen shpejt e shpejt nga komuna, kadastra e hipoteka, të cilat ja faturojnë kënetën tokë, buke dhe Fatmiri e shet gjoja 18 milion lek, por Gjergj Luca e ka në aktin e shitblerjes në pronësi kënet. Kur familjarët e pronarit të vërtet dolën për të kundërshtuar, Gjergj Luca reagoi me dhunë. Kur fillon mbushjen e kënetës, familjarët e pronarit i dalin para Gjergj Lucës, i cili i kërcënon duke i dërguar kriminal. Dhe pikërisht këtu del roli i Pollumb Gjokës, i cili sipas dosjes është një nga ekzekutorët që zbaton terrorin në terren. Bashkë me Gjergj Lucën punojnë në kazino dhe po e përhapin kazinon në të gjithë Shqipërinë. Dosja nuk lë pa përmendur as mënyrën se si pastrohen paratë e përfituara nga krimi. Bashkë me Gjergj Lucën punojnë në kazinon në Rozafa Palace në Tiranë dhe po përhapin kazinon në të gjithë Shqipërinë. Ata kanë ndërtuar një të tillë edhe në luginën e Vilunit në Velipoj, Paleje, në mes të lagunës. Po ashtu denoncuesit tregojnë për grabitje të tjera toke në zonat të mbrojtura. Kanë grabitur me forcë rreth 50 dynym tokë në brigjet e lagunës, pranë kazinos dhe tani së fundmi kanë edhe rreth 300 dynym në Bregdetin e rezervatit të gjuetisë në Velipoj, të cilën e kanë rrethuar me shtylla betoni deri në brigjet e Bunës dhe ishullin Ada. E kanë grabitur me gjykime dokumente të falsifikuara, duke e mbivendosur mbi tokat e fisit të Luigi Markut. Shteti jam unë, jo ju. Pse asnjë institucion nuk veproi? Pyetja më e madhe që ngre dosja është se si është e mundur që një rrjet i tillë të veprojë hapur për kaq shumë vite. Përgjigjja e denoncuesve është e qartë. Korrupsioni ka depërtuar në çdo institucion. Para rreth një muaji e gjysmë,
Gjergji hyn në lidhje me komunën e Shëngjinit, me punonjësit e hipotekës, kadastrës, komisionit të kthimit të pronave, të gjykatave, prokurorive e të drejtorive policore, të qarkut Lezhë më sipër. Denoncuesit tregojnë se as kallëzimet në prokurori nuk kanë sjellë rezultat. Pronari i Kënetës, Gjergj Luca, bën kallëzime në prokurori dhe në krimin ekonomik të Lezhës e më gjerë. Kur shkon te rajoni i policisë, Gjergj Luca u drejtohet shokëve tan kështu: "Çoni në këmbë, shteti jam unë, jo ju. Kini kujdes se ju heq kapelet dhe pastaj ju jap hakun. Ju e dini kush jam unë." Dhe më tej, kjo nga që ka 2 muaj dhe askush nuk vepron. Ai është mik i prokurorit Sollaku. Roli i policisë pyjore dhe mosveprimi i institucioneve, dosja ngre një pikë tjetër të rëndësishme. Edhe aty ku ligji parashikon ndërhyrje, ajo nuk ndodh, sepse vetë punonjësit janë pjesë e skemës. Si rregull ata duhet i procedojë policia pyjore, por sipas një tekniku të pushuar para disa kohësh nga puna, i vëllai i policit pyjor është pjesëtar i kësaj bande dhe ai merr para prej atyre dhe hesht. Pse duhet të hetoj Spaku tani pas 19 vitesh? Ka disa arsye pse kjo dosje kërkon vëmendjen e menjëhershme të SPAK, edhe pse ka kaluar gati 2 dekada nga hartimi i saj. Niveli i krimit të organizuar, dosja nuk përshkruan thjesht një biznesmen të korruptuar, por një organizat kriminale të strukturuar me trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash përmes kazinove dhe pronave. Në qendër të saj përmenden emra si Pollum Gjoka, i identifikuar si bashkëpunëtori më i ngushtë dhe pjesë kyçe e rrjetit të trafikut. Sipas dosjes, në një skem janë përfshirë komuna, kadastra, hipoteka, gjykata, prokurorit dhe policia e qarkut Lezhë. Kjo do të thotë se çdo hetim vendor do të ishte i pamundur, sepse vetë hetuesit janë pjesë e rrjetit. Vetëm një strukturë e pavarur si Spaku mund të garantojë paanshmëri. Pse të hetohet tani? Sepse Spaku është institucioni i parë në historinë e Shqipërisë me pavarësi të vërtetë dhe mandatin për të hetuar kriminalët e mëdhenj dhe gjyqtarët e korruptuar. Pas vitit 2019, një hetim i tillë ishte i pamundur, pikërisht sepse të pandeurit ishin mbrojtur nga ata që duhet i gjykonin. Dëshmitë e brendshme, denoncuesit janë vetë punonjës policie, ata kanë rrezikuar duke folur, kanë dhënë emra, data, vende dhe rrethana që mund të verifikohen. Ky nuk është një denoncim anonim i paargumentuar, por një akt akuzash i detajuar nga brenda sistemit. Pse të hetohet tani? Sepse dëshmit nuk humbasin vlerën me kalimin e kohës, përkundrazi. Dokumentet zyrtare, aktet e kadastrës, vendimet e gjykatave dhe lëvizjet e pasaportave mund të verifikohen edhe sot. Disa nga personat e përmendur në dosje mund të jenë ende gjallë dhe mund të dëshmojnë. Disa të tjerë të cilët mund të kenë frikë të flasin, mund të ndihen më të sigurt tani që ekziston një strukturë e pavarur që mund t'i mbrojë. Denoncimi është i vitit 2007, por personat të përmendur vazhdojnë të jenë aktiv sot. Gjergj Luca, prona shtetërore dhe biznese peshku. Modeli i përshkruar në dosje. Përdorimi i kompanive të peshkut për trafik është konfirmuar dhe nga hetimet të mëvonshme ndërkombëtare. Pse të hetohet tani? Sepse krimin nuk ka pushuar. Nëse akuzat e vitit 2007 janë të vërteta, atëherë e njëjta organizat ka vazhduar të veprojë për 19 vite, duke grumbulluar pasuri, duke zgjeruar rrjetin dhe duke futur më shumë para të pista në ekonomi. Sa më shumë të vënohet hetimi, aq më shumë thellohet dëmi. Bëhet fjalë për qindra dynym tokë shtetërore dhe private të grabitura, për jetë njerëzish të kërcënuar dhe për një rrjet droge që ka shkatruar komunitete të tëra. Drejtësia nuk është vënë kurrë. Asnjë viktim nuk pushon se qenë viktim vetëm sepse ka kaluar koha. Familjarët e atyre që u grabitën tokat vazhdojnë të jetojnë aty. Fëmijët e tyre shohin çdo ditë se si ata dhunuan prindrit e tyre dhe jetojnë në saraje dhe vila që ndërtuan mbi tokën e tyre, dhe mbi të gjitha, sepse një shtet që nuk ndëshkon krimin e djeshëm, po legalizon krimin e sotëm. Çfarë duhet të hetojë Spaku? Bazuar në dosjen, Spaku duhet të hetojë trafikun ndërkombëtar të drogës, verifikimin e lëvizjeve të personave të përmendur, veçanërisht të Pollum Gjokës, pasaportat e tij të ndryshuara, kontaktet ndërkombëtare dhe paralelet me dosjen e agjencive të huaja, grabitjet e tokave në Shëngjin dhe Velipoj, verifikimin e akteve të shitblerjes, vendimet e kadastrës dhe gjykatave, identifikimin e zyrtarëve që firmosën falsifikimet, veprimtarinë e bandave, hetimin e kërcënimeve të dhunës dhe territorit të ushtruar ndaj qytetarëve të thjeshtë, pastrimin e parave, gjurmimin e burimit të fondeve për ndërtimin e kazinove dhe blerjen e pronave, duke përfshirë dhe kompanitë e peshkut që janë përdorur si hije, mosveprimin e institucioneve, hetimin e prokurorëve, gjyqtarëve dhe punonjësve të policisë që sipas dosjes kanë mbuluar këto krime për dekada. Denoncuesit e vitit 2007 mbyllin raportin e tyre me një shpresë të thyer se dikush do t'i dëgjonte. 19 vjet më vonë, ajo shpresë qëndron tek Spaku. Nëse akuzat e kësaj dosje janë të vërteta dhe detajet e shumta tregojnë se ato nuk janë trillim, atëherë përballë kemi një format të rrezikshëm të krimit. Kapjen e shtetit nga krimi organizuar, një rrjet që kontrollon territore, institucione dhe tregje, duke terrorizuar qytetarët dhe duke grabitur pasurinë e përbashkët. Sot fjala është e drejtësia. A do t'ja heq Spaku kapelen Gjergj Lucës, apo do të vazhdoj të sundoj frika?